fjallë, që edhe Partia Demokratike ose kur do të qoftë me pas këtë pushtetet. Albin Kurti ka refuzuar dhe njëri sa përket. Përshëndetje miq të dashur, mirë se vini të dam gjithë në analizë. Shkojnë në vitën e rodhës për parim gruda. Për parim gruda nga PDK-ja. Pik. Miq, se del njëri, burët njëri, me një kryetar të partisë, si Pedri Homza, që 3 herë ka humbë zgjedhjet, që veç PDK-n e gjanë. Edhe më mburë me to, unë nuk e di. Me një kryetar që i humbë zgjedhjet 3 herë, unë e bab me pas bonakidhë si kisha full mu. Kisha thonë le bab se si s'ka ke përkur gjamonet kohët. Shkojna miq, të ndëgjojmë lutem. Njerëzve konsensual që ka qenë Adem Demoqi për president. Armiku maj madhe i Albin Kurti të lëvizjes dhe dosë dhe diasporës, të rdangashi. Me shpifje, me rana, me krejt. Kapaku i gjithave është kë. Këja kon një kryetar, quhet Pedri Homza, që i ka humbë 3 polë zgjedhje. Po s'ka rëndësi kjo, pse për analizosh? Si s'ka rëndësi më buri dhe jetë, si s'pas ka rëndësi, mi humbë 3 polë zgjedhje. Thash më herët, baba jam me konë kisha thonë e bab, unë falë të kom bab, du të respektoj maksimum, mi e prindi jam, po lekit punë se si e për to. Si s'pas ka zgjedhje. Unë falë, si s'pas ka lidhje kjo. Ka dhe shumë. Se e ka pru partin, e ka pru PDK-n, ku e ka pru. Shkojna miq? Si që s'ka rëndësi, se po të që shkojna zgjedhje, çka keni me bo? Me kon keni me dorë kandidat për kryetar? Ata luçet ta përfundim, Në mërdi, muzikante. Unë po të PDK-ja ka një kryetar. E dyta, që PDK-ja nuk e... PDK-ja, unë falë, nuk e ka një kryetar, ka shumë kryetarë. Kryetari numër 1 është Samil Shtaku. Të paktën këtu kështu pëthojnë gjithë. Jone, që unë nuk e ditë, po të paktën kështu pëthojnë gjithë. Samil Shtaku. Tregoj, mos harro me tregu. Shkojna miq? Lejon Albin Kurtin i post të na pushtetet. Okej? Na kemi lyp herën e kaluar presidentin, edhe kësaj herë kemi shku në takimin e parë, që më thu s'keni shku, i kemi thonë, edhe ju e thatë, zoti Homza ka qenë i gatshëm për një marrëveshje që i ndon krejt pushtetet. Këtë pushtetet. Por zoti, qa po thu bre, pe kurshit, qëta pushtetet me ndo? Me juve që keni pru kufinë urtibrit, me juve me ta pushtetet. A je normal vëllo? A pe di qa e ka full? Për nda pushtetin kë, sa deputet i keni ju bre? Sa e ka Albin Kurti? 5-7 deputet me një deputet, të i lip me nda pushtetin a? Esmare pataric, e PDK-s. Të i lip që me nda pushtet. Shumë ju ka unë Albin Kurti. Shumë, i vetëm është këtë që ju jabë gjithë to. Të mira juve që jabon, pedën këto, edhe jo bishtin për pjetë. Ajo lyp ke për president, beri e emnat, pëse si qutë? Pëse si dhatë e emnat për president? Po ju s'dini, qa s'dini, ju që po thoni ju një ashim i këni posë. Do më thonë lugajti, politikanën, ma të mirë, në PDK e këni posë Hashim Thaçin. Hashim Thaçi, që i ka bo mas shumë t'i dëmë Kosovës. Lugajti që farë politikanën këni posë. Edhe me shkam burni. Shkojna miq. A kemi thonë qështu, ka thonë zoti Homza të ti në intervistë. Qështë do të ma qartë? Problemin e kiti, se ti po më pyt, edhe kuptojni diçka në komunikim politik. Mos më pyt ti mu nëse. Se nëse, një politikan serios, unë e konsideroj veten që serios. Prit. Nuk pytet, apo nuk po të pyt kërkush, që shte qunë vetën. Duesh me pyt, që ty të qunë popli. Jo që qunë të vetën. Unë muna me quë, vetën Rambo, Arnold Schwarzenegger, Bill Clinton, por a jam, nuk jam. Nëse unë jam, mu më thot popli vetë. E më thirë Rambo, e Bill Clinton, e Arnold Schwarzenegger. Atëherë jam dikushi. Kush është taj që beson ti që ka i thu vetit e vëllo? Që ka i thu vetit ti mund bënë që ka të dush. Sa vlen ato? Sa vlen? Sa kanë efekt?
O i padishëm, ignorant. Nuk përgjigjet ashtu një parti e serioze. Çka nëse po do me ta nxjerr shpirtin unë këtu në tavolinë. Parti serioze? Unë po bëj komunikim me opinionin publik, do të jem serioz. Unë po të them se ne kemi qenë gjendje për një marrëveshje. Tona jeni juve serios jeni. Tona i keni ju, mundi me konë, serios mundi me konë. Absolutisht. Sepse Albin Kurti ju ka pyet shumë mirë. Bini deputet, kënë doni për president, emnat ju se keni shu. Kua serioziteti këto? Tregoj kua. Ato Rana, Dallaveri, diku tjetër jo ne. Njerëz do mendoas në pushtet. Ky Kryetari i kuvendit është i gatshëm. Ura? Kryetari i Bravo. kuvendit është i gatshëm me dhunë. Po, a di që është kryetarin e kuvendit se që po shpjegoj. Tep. A blokove, po. Normal, gjithmonë bllokohet njëri kur ran. Gjithmonë bllokohet njëri kur gënjen. Jo që pe shpjegoj. Apo jeni mësuj me do pushtet ambasadora, dogana, ku ta dijone, komuna, ato. Shtinan punë këto, mërman punë këto. Që kjo është e dane pushtet për juve. Amba ashtu nuk funksionon lëvizje vetë vendosje. Ashtu nuk ka. Shkojna me që? Njerëzit po thonë tri pozita të cilën pedoni. Pushtetin në organin e quajtur kuvend e ka qaj që e ka shumicën, jo që e ka spikerin e parlamentit. Okej? Aha. Ai që ka shumicën. Ti kote ki kryetarin e kuvendit se kur voton ai 61 kryetari i kuvendit nuk mund me shu 59. Mos te ulim muhabetin deri ato se si jemi të interesuar na për me akomodu një person. Apo ju të interesuar me që Kosovën don. Kur Albin Kurti thot me bud qito, ju me dal me thon ju. Apo këtu e keni problemin. Po shtaj pedoni presidentin. Ato presidentin e merrni kur të hypni nalt e të këshirin Stambollin. Okej? Çfarë merr një presidentin? Apo kryeministrin? Unë nuk e di pse kanë shkuar zgjedhje. Kur ju i doni krejt, e doni presidentin apo kryeministrin, atëherë pse doni një zgjedhje? Shkojna me që? Të fol për një pozitë që e balanson pushtetin politik. Apo i bjerë Me balancu me juve. Ju e balanconi pushtetin politik. U dihet. A monit kohë mos më të rjek për guhe. që presidenti që po thonë që po edhe një fjalë. Po thon diçka. Po ta them shumë sinqerisht. Unë jam kundër Mohamed Siciol, që edhe Partia Demokratike e Kosovës kur do të qoftë me pas këtë pushtetin. Unë çfarë vend që ka një parti që pushtetin s'kam qef me jetu, që thot partia janë. E lemo vetë vendosi. Gone me Që shkoj pa jetu. Që shkoj partia. pse ki jetu. Gone. Kur? Gone. Sa ke vjosë Osmani se me to. Unë du Kosovën qatë shumë sa din. A peshe më ignorant, a shqipqare që ishë rran. A peshe, a shqipqare që ishë rran. Unë e di që politikanët rran, po bashkë qështu, si kur ti, a shqipqare, po ja që nuk po të lomna me rajt. As këtë fakt, këtu, në Debat Plus, as kësë po të le me rajt. Panduri, bravo i koftë. Bolke rajt, bolke gëny. Se ke jetu. Se ke lëshu Kosovën. Shkojna me që. Me luftu për me ndryshu sistemin, unë e thash që nuk i shkon mirë të këshantorë më mendona si vend. Jo, nuk the, nuk the, nuk është mirë, po the, nuk isha jetu. Mos i ndryshon fjallët, o ignorant, se nuk e mirë. Je përfasu si PDK-s. Je ma i votuni, i dyti ma i votuni në PDK. Mos ke njej. Mos me ju kanë me nërë për të një vendosi. Kur s'me ju kanë me nërë për një vendosi. Bravo. Kur ju kanë dërdan klasën me shifra është shkoa juaj. Fillo. Qërë, pas mori që të dukat prapë. Qërë ke anti-Kosovë. Refuzu edhe njëri. Anti-Kosovë, ta. Njerëzve konsensual që ka qenë Adem Demoqi. Qërë, këtina mi së dashër, ju ka bloku freni. Para zdi sa vjetë. Që aty ka metë freni. Që s'ka që ka folë. Së është mashtrus, rranë, që ju ka argju edhe rranat. Gjithmonë merret me të njëjta. Ama nuk po kallëzon pse s'ka dashur Albin Kurti me bo për president.
Albin Kurti në emër konsensual, familjes Jashori e kanë përkar këtë partit. Pra prapo gënjeshtën. Kupton? Sa gënjeshtën? Dukra që këta i qisin dhe nuk kanë, nuk ju vjen morë edhe. Po s'po vjen morë ty, o një rand, o pis. Ty s'po vjen morë. Ti po rand, ti po gënjen. Sepse ky e ka lutë Bashkimin Jasharin, familjes Jashari, më bu president, pse s'ka dash taj, është diçka tjetër. Respekt, s'ka dash, kënë rrënë pajtojnë të. Po ti mos dil me gëny këtu. O një rand, ti mos dil me gëny. Folin, çka folin? Pra nuk është e vërtet, edhe nuk ishtë dash me konë tem kjo fare këtë hapësirë politike këtu, sepse është tesor tradicionalisht tu ka qenë. Nuk mundet me marrë një parti krejt sistemi politik dorë për shatash kushtetuta avarume që është. Ti nëse dënë me nxjerë kushtetutën me roj për i venet, nxjerë, po ju... Këtu pajtona dhone, që nuk o mirë me pas, do me thonë, një parti komplet pushtetin dorë. Plasish pajtona me dy. Por, për fat keq, Kosova, gjitha partit tjera, për pas televizës vetë vendosi, i ka hajna kriminela, ja pse duhet Albin Kurti me fitue, 60-70%, që mi ndru disa kushte, edhe me atëherë me bo balansimin e pushtetit. Këta diti shumë mirë. Sepse asë një vend bot nuk ka që prokuroria është e përgjithshme e një partije. Nuk ka asë një vend bot për pos Kosovës. E këto e ka PDK-ja. Mos flas për arsime për mjekësi. Këto 3 pika kyqe, 3 vende kyqe, apo 3 institucione kyqe, e ka PDK-ja. Këto të regoja dikuj tjetër që nuk i din, jo neve që i din. Shkojnë amiq? Të opozitët, pse për lyp të opozitët me ta votu që me nxjerr kushtetutën për vendi? Kjo është pa logjikshmja, edhe për ata që është vërtet që ka Jam kundër. Ha, mishtë të dhashër, me të vërtet, mishtë të dhashër. Inshallah ba zotin mirë në Kosovë. Por, me këto partit tona, PDK, LDK, AK, inshallah bëhet mirë. S'po thëmë sen ma shumë mishtë të dhashër. Albin Kurti, zotit trujt ba blok, pas që jetë gjatë se boli forti shekon, se përsit bolit, me punu njeri, me kësi njerëz, mashtrus, rran, dalevergji, hajna, tradhtarë që kanë shit tokën e Kosovës, e kanë falë tokën e Kosovës për mu është tradhtarë. Në atë moment që i fale Qakorri, në atë moment që pruhet kufini Nur Tibrit, për mu këta janë tradhtarë. Kështu që, mishë dhashër, unë një përshëndes juve, mire poshën vite radhës. Respekt për secilin.